Speranca TV paraqet. Përshëndetje dëgjues të dashur të kanalit ton. Si fillim, shpresoj që të jeni mirë kudo që ndodheni. Përpara se ta nis t'ju tregoj këtë ngjarje të jashtëzakonshme nga jeta ime, dua t'ju jap një porosi shumë të rëndësishme. Bëjini syt katër dhe jeni gjithmonë vigjilent në jetë. Fati të troket në derë atëherë kur nuk e pret, dhe ndonjëherë të vendos përpara situatave që të ndryshojnë të ardhmen tënde përgjithmonë. Kështu më ndodhi edhe mua, kur fati e solli që të kaloja me shumë se 2 orë të tëra në një bisedë dhe afërsi të jashtëzakonshme me njeriu që nuk duhej, duke ndarë një sekret që do të mbetej përgjithmonë mes nesh. Unë që po ju shkruaj, jam një djalë 27 vjeçar. Sapo jam diplomuar në fakultet. Personi tjetër në këtë histori është një grua 44 vjeçare e cila quhet Teuta dhe ka hyrë në familjen tonë si bashkëshortja e dytë e babait tim. Edhe pse në mosh nuk përshtateshim fare dhe botët tona ishin larg, fati deshi që gjatë një periudhe të vështirë të izolimit në fshat të zbulonim se kishim dëshira dhe mendime të përbashkëta. Ishim 2 njerëz që kërkonim të njëjtën gjë, vëmendje, prani dhe një mbështetje të fortë sa herë që na jepej mundësia. Që të mos zgjatem me fjalë të tepërta, po dal drejt e tek tema se si nisi çdo gjë. Kur babai im u martua me Teutën, unë sapo kisha filluar studimet e mia të larta. Ika nga fshati për të jetuar në kryeqytet, ku banoja me qira se bashku me disa shokë të mi të fakultetit. Nga që në fshat nuk kisha askën tjetër përveç babait, shkoja shumë rrallë për t'i vizituar. Shkoja vetëm 2 herë në vit. Qëndroja 2 ditë gjatë fundjavës dhe ikja prap me nxitim drejt jetës sime studentore. Gjatë kësaj kohe nuk kishte se si të ndodhte asgjë mes meje dhe Teutës. Koha që kalonim në të njëjtën shtëpi ishte tepër e shkurtër dhe të them të drejten, unë as nuk tentoja të bëja asgjë apo t'i shprehja ndonjë gjë. Nuk ma merrte mendja kurrë që ajo do të më kushtonte vëmendje mua. Megjithatë, Teuta kishte një mënyrë të veçantë të shikuarit. Kishte sy shumë të mprehtë që të shponte tepër tej kur të hedhte vështrimin dhe të jepte gjithmonë përshtypjen sikur mendja e saj ishte diku tjetër, tek një dëshirë e fshehur që nuk e thoshte dot me zë. Maksimumi që bëja unë gjatë atyre fundjavave të rralla ishte ta shikoja Tinës, pa rënë në sy, kur ajo merrej me punët e përditshme të shtëpisë, kur ajo pastronte, rregullonte sallonin apo kur ajo kujdesej për ambientin, unë mjaftohesha duke e vështruar dhe humbisja në fantazitë e mia të rinis. Nga njëherë, kur ajo ishte me kurriz dhe nuk mund të më shikonte, arrija t'i bëja edhe ndonjë foto të shpejt me telefon. Ato foto i mbaja të fshehura dhe i shikoja shpesh kur kthehesha në banesën time në qytet, larg realitetit të fshatit. Pastaj koha kaloi dhe unë u vonova paksa me diplomimin. Derisa vajta 27 vjeç. Pasi mora diplomën, provova me çdo kusht të gjeja një punë në qytet, por nuk pata fat. Kushtet tona ekonomike nuk ishin edhe aq të mira. Dhe babai tim ju desh të merrte një vendim të vështirë, të ikte jashtë shtetit tek xhaxhai për të punuar për disa muaj, me shpresën se do të kthehej shpejt. Unë nuk isha me mundësi
të paguaja qiranë e qytetit dhe vendosa që të kthehesha përfundimisht në fshat. Tani, në atë shtëpitë e madhe, isha vetëm unë dhe Teuta. Nga që nuk e njihja edhe aq mirë prej viteve të largimit, ditët e para ishin shumë të vështira. Ishim të dy të ndrojtur dhe nuk dinim as se çfarë të llafosnim me njëri tjetrin. Në fshat nuk ke ndonjë gjë të madhe se çfarë të bësh. Ndaj, je i detyruar të rrish gjithë ditën brenda në shtëpi. Teuta si çdo herë, duke bërë punët e shtëpisë, sillej rreth e rrotull meje në sallon. Me duket se i paske hequr ca kile, i thash një herë, duke u munduar të thyeja akullin e heshtjes, me shpresën se mos vëllohej muhabeti e të dilnim tek një afërsi më e madhe. Shih punën tënde e mos u merr me kilet e mia. Ma preu ajo shkurt, dhe unë u shtan nga në vend, duke dashur që ta ndresja pak situatën dhe mos të mbeteshim të huaj, u mundova ta zbusja me fjalë të mira. E kisha për të mirë, i thash, sepse thjesht po mendoja që qenë ke zbukuruar kohët e fundit. E çfarë dua unë bukurin, ma ktheu Teuta duke u ndalur. Ndoshta për ty jam zbukuruar, por ai që me duhej iku jashtë shtetit dhe kush e di se kur do të kthehet. Aty Teuta filloi të më tregonte se ishin fjalosur rënd me babain tim përpara se ai të nisej. Ajo nuk ishte qenë as pak dakord që të rrinte e vetme në atë shtëpi të izoluar, por babai nuk e kishte ndëgjuar dhe kishte ikur pa dëshirën e saj. U mundova ta qetësoja duke i qëndruar me pranë. Babai do të kthehet shumë shpejt, i thash unë. Dhe tashmë nuk kemë nevojë të shqetësohesh. Me që unë u ktheva në fshat, ti nuk do të jesh më vetëm këtu. Me ke mua pranë për çdo gjë. Ti nuk mi plotson dot të gjitha ato që me plotson të ai. Ma ktheu ajo duke me parë drejt në sy. Dëgjo këtu, se po të flas hapur, si një njeriu të rritur. Ti tashmë je burr dhe kupton se çfarë dua të them. Kam edhe unë nevojat e mia për vëmendje, për shoqëri e të tjera, dhe s'jam mësuar të rri pa njeri për një kohë kaq të gjatë. Mbushja mendjen babait tënd që të kthehet, sepse nuk po duroj dot më, më tha Teuta. Ajo ishte bërë aq nervoze dhe e ngarkuar emocionalisht, saqë nuk e kisha parë kurrë më përpara në atë gjendje. Ti e di që ai nuk dëgjon se çfarë i them unë, i përshpërita, duke i ofruar gjithnjë me pranë e divan. Por nëse unë mund të ndihmoj për ta kaluar këtë vetmi, më thuaj, dhe nuk ka për ta marrë vesh asnjëri. Gjatë kohës që po flisja, zemra po më rrihte fort. Zgjata duart dhe përqafova lehtë, sikur doja t'i jepja kurajo në atë moment dobesie. Edhe ajo me mbyllin e krahet e saj, duke pranuar ngrohtësinë time. U zgjata dhe e putha një herë në faqe. E pastaj e putha përsëri në faqe dhe herën e tretë vendosa që ta ndaja një puthje të vërtetë të gjatë. Dhe ajo ma ktheu në të njëjtën mënyrë, duke harruar çdo barrierë mes nesh. Në atë sallon të fshehur, ne filluam të mendonim për një moment të jashtëzakonshëm pranie dhe afërsie. Çdo dyshim u zhduk dhe ne vendosim t'i dorëzoheshim plotësisht momentit ton. Mirë po pikërisht kur mendova se barrierat ranë përfundimisht, ajo u tërhoq papritur. Jo, tha ajo me zë të ulët, po bëjmë një gabim. Do ta pres babain tënd edhe një muaj,
se ndoshta ndryshon mendja dhe kthehet. Ajo tërheqje e papritur me bëri të luajja mendsh, sepse na la në gjysmë të atij emocionit të madh. Jo ofrova dhe një herë, e ka për përdore dhe vendosa t'i tregoja të vërtetën. Teuta, me vjen vështirë të ta them, i përshpërita, por unë kam folur me babaj në telefon. Ai është i bindur të qëndroj edhe një vit të plot atje, dhe nuk ka ndërmend të kthehet më shpejt. Kur dëgjoj këtë, ajo më mërzit jashtëzakonisht shumë dhe uli kokën e heshtje. Unë nuk e lash të binte në dëshpërim. Ula përsëri pranë saj, largova çdo lloj dyshimi dhe shtrëngova fort pas vetes, duke i dhënë kurajo dhe duke i treguar se unë isha aty, plot energji dhe i gatshëm për t'i qëndruar pranë në çdo sekond. Këtë herë Teuta nuk tha me asnjë fjalë refuzimi. Ajo u kthyen nga unë, pranoi pranin time dhe ne filluam të ndajmë atë moment jashtëzakonisht të fshehtë, që zgjati për 2 orë të tëra në atë shtëpi të harruar të fshatit. Ishte një kohë e gjatë, e mbushur me një lidhje të fortë dhe emocione të thella që nuk ishim guxuar t'i shprehnim kur më përpara. Pas që kaluan 2 orët e para, Teuta më tha përsëri: "Eja, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe."